dhe në diasporë, përmes një volumi të jashtëzakonshëm takimesh dhe kontaktesh njerëzore, të cilat sollën dallgën e 11 majit. E rikthyer si një doruntin në një version satirik të legjendës, mbi samarin e listës mbyllur të mushkës gërmuqet partisë, Josefina e vajtonte një ditë pluralizmin me lotët rrëke mbi një grup zarfash të ardhur nga Greqia drejt Beratit, ku Partia Socialiste kishte marrë mbi 90% vota. Vdiq, thoshte, vdiq pluralizmi. Na e vran, na e prem pluralizmin. No comment, iku cofi pluralizmi. Vdiq kuku e mjera unë të mjerët ne për pluralizmin dhe lotët vu qurk. Pra, ne jemi vrasësit e pluralizmit me që vajtojca doruntin dhe isombajtësit e saj të knetave mediatike nuk e kanë haberin gjëkundi se si punohet politikisht, organizativisht dhe njerëzisht me diasporën. Berati është në krye të skuadrave që kanë shkëlqyer me rezultatet e përpjekjes tyre të jashtëzakonshme për t'i mobilizuar shqiptarët jashtë vendit e ata Greqisë specifikisht për zgjedhjen 11 majit. Ne e nisëm kohë më parë. Krijuam një bord kombëtar diasporës. Dhe mblidheshim në orën 8 mëngjesit, çdo të hënë, në zume me 100 vetë, ku ndiqnim bashki për bashki ngritjen e një rrjeti vullnetarësh të Partisë Socialiste në të gjithë Greqinë dhe përtej, kudo ku shqiptarët janë.